Pelikani kaçurel. Pelikani dalmat, latinisht Pelecanus crispus apo pelikani kaçurel, është anëtari më i madh i familjes të pelikanëve dhe ndërzojt më të rënd fluturues në botë. Ai është ndër shpendët më të mëdhenj të Europës me një gjatësi trupi rreth 1.6 deri 1.8 metra dhe gjatësi me krah të hapur midis 2.7 dhe 3.2 metrave. Ka një sqep shumë të madh të pajisur me xhep lëkure në nofullën e poshtme me të cilën kapin peshkun. Në ndryshim nga disa shpendë të tjerë fluturojnë në tufat e organizuara, ku pjesa më e madhe është e sinkronizuar. Të rriturit kanë penë të përdredhura në fund të kokës dhe zverk, si dhe karakterizohet nga ngjyra e bardhë e trupit, si dhe ngjyra e gushës e verdhë. Në periudhën e riprodhimit, gusha e tyre me ngjyrë portokalli të ndezur. Të vegjëlit dallohen për ngjyrën gri në kafe. Laguna Karavastas është vendi i vetëm ku fëlëzon në Shqipëri, ndërsa është dimëronjës për gjatë disa zonave të bregut Adriatik, disa liqeneve, si dhe në lagunën e Nartës dhe Karavastas. Liqenin e madh të Prespës e përdorur si zonë vetëm për ushqim. Pelikani kërcënohet vazhdimisht nga tharja dhe shkatërrimi i kënetave, prishja e foleve dhe dëmtimi i vezëve nga kafshët e tjera, shqetësimi gjatë periudhës së riprodhimit, elektroshoku dhe përplasja me shtyllat elektrike. Një nga shqetësimet më serioze që është shfaqur së fundmi nga ndryshimet klimatike ka të bëjë me zvogëlimin e sipërfaqes ishullore ku fëlëzon pelikani për shkak të erozionit të rritjes së nivelit të ujit në periudha të caktuara në kënet, siç ishte rasti i vitit 2026, fenomen që nuk ishte ndodhur prej mbi 10 vitesh. Një grup nxënësish të shkollave të mesme Fjersemont, si dhe Shkolla e Mesme Artistike Vlorë, në bashkëpunim me administratën e zonave të mbrojtura Fier, në partneritet me AOS, zhguese dhe monitoruese vazhdueshme e pelikanit kaçurel dhe shpendëve migrator në Parkun Kombëtar Via Karavasta, e zonat e mbrojtura prej vitit 1992, si dhe Horizonte U, organizatë mjedisore me fokus edukimin dhe ndërgjegjësimin e banorëve, u bën pjesë e ditës së pelikanit, ku profesor Tauland Bino u shpjegojnë nxënësve të pranishëm historinë e pelikanit nga vendosja e tyre e parë në Shqipëri deri në ditët e sotme. Interesi dhe pyetjet e nxënësve e bën akoma dhe më të vëmendshëm bashkëbisedimin, duke zgjuar jo vetëm interes në marrje informacionit më të plotë rreth pelikanit, por dhe shuarin e kurreshtin për mjaft pyetje që dolin gjatë bisedës. Vëzhgimi i pelikanit dhe zogjve në periudhën e rritjes së të vegjëlve nga distanca për të mos i shqetësuar, dhuroi emocion dhe rriti ndjeshmërinë e të rinjve ndaj simbolit të parkut pelikanit kaçurel. Vjen mirë që jeni kaq të shumë në numër që vini për vitën e pelikanit. Është shpallë në 2017. Po pse u shpall? Sepse pelikani është një specie e rrezikuar në mënyrë kritike në nivel vend. Kolonia e pelikanit ka qenë pothuajse në rrezik zhdukje në vitet 2000. Sot është shumë më mirë se sa dikur. Por duke qenë shumë i rrezikuar, duke qenë një specie unike për Parkun Kombëtar Via Karavasta, duke qenë një specie unike gjithashtu edhe simbol për Shqipëri, atëherë u mendua nga autoritetet që të shpallin një ditë për pelikanin në mënyrë që të shërbejë si ndërgjegjësim për mbrojtjen e tij. Pra, si kryet mbrojtja? Mbrojtja sigurisht që kryet nëpërmjet masave direkte që merren për mbrojtjen e pelikanit në ishullin ku ai furnizon. Nuk këtë mbrojtje nga gjuetia kalishme apo brakonazhi, por mbrojtja më e rëndësishme është edukimi mjedisor. Sepse njerëzit kur edukohen nuk i shkaktojnë dëm kafshët e egra përfshirë këtu dhe pelikanit kaçurel. Kështu që si ditë është më tepër një ditë ndërgjegjësimi ku shumë shkolla vinë dhe vizitojnë Parkun Kombëtar Via Karavasta për të mësuar për jetën e pelikanit. Tani unë fola pak për rrezikun. Në fillim të shekullit të 20, më saktë në vitin 1903 ose 1905, një studius britanik vizitoi në atë kohë, pra vizitoi lagunën e Karavastas në atë kohë, në kërkim të pelikanit kaçurel. Dhe u fut me barkat në lagunën e Karavastas dhe shkoi në disa ishuj ranor, të cilët janë të treguar edhe në fotografinë që shikoni aty. Ato fotot aty, Të fotot poshtë. po, fotot janë të vitit 1903. Pra po themi 123 vjet, 123 vjet më parë. Dhe nëse ne shikojmë me kujdes fotot, shikojmë që prafa ishullit pelikanit duket diçka e gjelbër që është e gjelbër, duket diçka, duket një pyll.
Dhe ne kuptojmë nga fotot që pelikani në vitin 1903 forlezon, po aty ku forlezon dhe sot. Pra në ishullin e famshëm të pelikanit, që mbrapa tij në sfond, nga ana perëndimore, ka pyllin e Divjak Karavastas apo pyllin e Divjakës. Sa fole me vezë në mbrojt dhe me zogj, 250 fole me vezë dhe me zogj në mbrojt. Pra ishte një koloni estërmadhe, e vendosur në 3 ishull rajnor, për cilëve sot vetëm një kanë mbetur, sepse të tjerë janë fshirë nga erozioni. Dhe me kalimin e viteve, kolonia mbajti po këtë nivel, deri në vitet 60, kur disa studiues shqiptar kryen monitorimin dhe thanë që në koloninë e pelikanit Kaçurec, në Divjak Karavastak, gjeten rreth 200-250 fole me vezë dhe me zogj. Pra pak a shumë e njëjta shifër. Pas kësaj filloi rënja e pelikanit për shkak të faktorëve ndryshëm, po besohet që një faktor kryesor është tharja e knetave, sepse me tharjen e knetave humbi bazën ushqimore, ku ai gjente shumë kollaj ushqim në knetet të bufit, dhe me tharjen e kësaj knete atëherë humbi ushqimin, dhe për pasojë edhe ushqimi i tij u reduktua, sepse përgjithsisht për laguna ushqimi është më i pakët se sa në knetat e bërshme që kanë ujë të njëjtët apo ujë të ëmbël. Pastaj në vitet 80, disa studiues shqiptarë të huaj numëruan përsëri në ishullin e pelikanit dhe vurej që kolonia kishte rënë në 86 ose 89 çifte. Pra nga 250 dhe 86 është një rënje shumë e madhe, është si thush të vjerë 2 të treta, pra rënje me 75% thuajse. Në atë kohë fakt pelikani konsiderohej si një armik i peshkimit. Pra nga autoritetet e Ministrisë së Bujqësisë doli madje edhe një letër, një qarkore që quhet në atë rast, apo një vendim, ku udhëzoheshin peshkatarët e Divjak Karavastas që të shkatronin folet e pelikanit, të thyenin vezët dhe vrysin dhe deti. Sepse pelikani konsiderohej si një konkurrent për peshkun, dhe kishte edhe gjithashtu dhe pralla të shpërndarë në atë kohë që thoshin që pelikani ha 5 kg peshk në ditë, dhe s'është fare e vërtetë. Pelikani zakonisht 1 kg në ditë, po është më tepër afër 0.75 kg në ditë. Dhe për pasoj, kolonia në vitet 2000 shkoi në 19 çifte forlezuese. Pra, imagjinoni, nga 250 në 19 një rënje shumë e madhe. Po thuajse 90% e kolonisë u zhduki. Për fat mirë, u morën masa për përmbajtjen e kolonisë. Fillimisht u vendosën roje dhe qark kolonisë në mënyrë që mos shqetësohej. Përveç saj u vurej që kolonia shpeshherë vuante nga përmbytjet, pra kur rritej niveli i ujrave në lagunë, shpeshherë folet e pelikanit përmbyten dhe përpasoj ngelin vezët dhe deti. Atëherë çfarë u bë? U vendosën disa shkarpa për të krijuar ishull ku pelikani forlizonte sipër tyre. Dhe në saj këtyre masash dhe ndërgjegjësimin tërësi, derisa kapi në vitet 2020 numrin e 85 çifteve, që është shifra më e lartë e 40 viteve të fundit. Sot ne jemi në nivelin e 60-65 çifteve dhe duket që kjo është shifra më stapël për shumë vitesh, që është një shifër e mirë, po do donim që kolonia të rritej edhe më shumë. Ndaj që të rritet, ka nevojë për shumë masa mbrojtëse, ato i përmendëm, po ka nevojë rreth parë për edukimin visor, sepse nëse njerëzit janë të edukuar të lejuar, atëherë pelikani është një specie që ka një simbol të gjithëve dhe ruhet nga të gjithë dhe përpasoj mbijeton dhe riprodhohet edhe më shumë dhe shtohet edhe më shumë. Faktorët dhe shqetësimet kryesore historike të pelikanit Kaçurel në Shqipëri dhe veçanërisht në Divjak Karavasta janë: sipas planit kombëtar të veprimit për ruajtjen e pelikanit Kaçurel në Shqipëri në periudhën 2016-2021, faktorët dhe shqetësimet kryesore që kanë dëmtuar historikisht pelikanin Kaçurel në Shqipëri dhe veçanërisht në Divjak Karavasta janë si më poshtë: shqetësimi nga njeriu, sidomos gjatë sezonit të shumimit, nga peshkatarë të paligjshëm, gjuetar, turistë dhe vizitorë që afrohen pranë kolonisë së pelikanit Kaçurel. Shqetësimi shkakton braktisje të foleve, vezëve dhe të vegjëlve, dëmtime të vezëve dhe të vegjëlve dhe ulje të suksesit të riprodhues të kolonisë. Në Divjak Karavasta, shqetësimi konsiderohet nga kërcënimet kryesore. Ruajtja e kolonisë gjatë natës, edukimi dhe ndërgjegjësimi mjedisor kanë ndihmuar në reduktimin e këtij fenomeni. Brakonazhi dhe vrasja e pelikanëve gjithashtu janë një tjetër problem. Brakonazhi është gjuetia, peshkimi ose kapja e kafshëve të egra në mënyrë të paligjshme, pa leje ose në kundërshtim me ligjin. Ai përfshin edhe vrasjen apo tregtimin ilegal të specieve të mbrojtura, përdorimin e mjeteve të ndaluara për peshkim apo kapjen e shpendëve e kafshëve gjatë periudhave kur ndalohet gjuetia.
Brakonazhi dëmton biodiversitetin, prish ekuilibrin natyror dhe rrezikon zhdukjen e shumë specieve, çka sjell që në shumë vende përfshirë Shqipërinë, ai të dënohet me gjoba ose masa penale. Në të kaluarën janë vrarë individ si rezultat i brakonazhit dhe konflikteve me peshkatarët. Edhe pse brakonazhi është reduktuar, ai mbetet sërish problem rastësor në disa zona të Shqipërisë. Edukimi dhe ndërgjegjësimi i vazhdueshëm mjedisor kanë ndihmuar në reduktimin e këtij fenomeni. Shkatërrimi i foleve, vezëve dhe zojve. Në të kaluarën ka pasur dëmtime direkte të kolonive nga aktivitetet njerëzore dhe hyrja në zonën e riprodhimit. Këto praktika tashmë janë ndërprerë. Humbja dhe degradimi i habitateve ushqyese, kryesisht si pasojë e tharjes së kënetave dhe ligatinave të tjera, transformimit të habitateve natyrore dhe eutrofikimit të lagunave. Ligatinat shqiptare kanë humbur mbi 50% të sipërfaqes së tyre që prej viteve 1950. Humbja dhe degradimi i habitateve të folëzimit. Erozioni i ishullit të pelikanëve në lagunën e Karavastas është kthyer sot në një problem madhor për mbijetesën e kolonisë së pelikanit kaçurrili në Shqipëri. Në periudhën 2005-2025, sipërfaqja e ishullit është reduktuar me rreth 53%. Projekti RESCOM po kontribuon në hartimin e një studimi fizibiliteti për rehabilitimin e ishullit të pelikanit. Përmbytjet e moti ekstrem, sidomos gjatë periudhës së shumimit, rritja e nivelit të ujit dhe stuhit mund të shkatërrojnë folet, vezët dhe zogj të vegjël. Ky faktor konsiderohet kritik për koloninë e Divjak Karavastas. Ndërtimi i shtretërve të folëzimit dhe mirëmbajtja e përvitshme e shtretërve ka ndërprerë ndikimin e përmbytjeve. Ndotja nga materialet e rënda dhe pesticidet. Ndotës industrial, pesticidet bujësore dhe ndota nga ujërat e zeza që mund të ndikojnë te pelikanët përmes zinxhirit ushqimor. Eutrofikimi dhe përkeqësimi i cilësisë së ujit në laguna, që shkakton ndryshime në komunitetet e peshqve dhe reduktim të ushqimit të disponueshëm për pelikanin. Ndikimet e ndryshimeve klimatike, ngritja e nivelit të detit, ndryshimi i regjimit të rreshjeve dhe shtimi i fenomeneve ekstreme mund të rrisin përmbytjet dhe degradimin e habitateve të folëzimit. Përplasja me linjat ajrore të energjisë elektrike. Janë raportuar rastet e dëmtimeve dhe ngordhjeve të pelikanëve nga përplasjet me linjat elektrike pranë habitateve të tyre. Sëmundjet dhe epidemit, të cilat mund të shkaktojnë mortalitet të lartë në koloni, sidomos në rastet e përhapjes së gripit të shpendëve ose sëmundjeve të tjera infektive. Për Divjak Karavastan, plani kombëtar të veprimit për ruajtjen e pelikanit kaçurrel në Shqipëri 2016-2021 evidenton si më kritike shqetësimin nga njeriu, përmbytjet gjatë sezonit të riprodhimit, degradimin e lagunës, mungesën e habitateve të përshtatshme për ushqim dhe shumim, veçanërisht erozionin dhe degradimin e ishullit të folëzimit të pelikanit kaçurrel.